Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Keni probleme me kapsë lëkur? Zgjidhet menjëherë vetëm nëse pini këtë lëng. Fibra është elementi kyç i një sistemi të shëndetshëm të tretjes. Mungesa e saj ndikon kryesisht në lëvizjen e zorëve dhe shkakton konstipacion. Me kombinimin e ujit, fibra mundëson një tretje të shkëlqyer dhe më pak probleme për stomakun. Sipas Brightside, do të rendisim disa nga lëngjet më të mira që ju ndihmojnë kundër problemeve të konstipacionit. Lëngu i mollës. Një mollë mesatare ofron 4 gram fibër dhe 18 gram sheqer. Mollët përmbajnë gjithashtu vitaminën C dhe vitaminën A, por edhe pektinë, e cila është fibër e tretshme që vezohet në lëvizje. Jo mund të shtrydhni mollët me gjithë lëkurë për të marrë një lëng të pasur me fibër. Mollët mund të përzihen edhe me lëngje të frutave dhe të perimeve për të marrë më shumë ushqyes për shëndetin e mirë. Lëngu i limonit. Limoni është i pasur me vitaminën C, një antioksidant që përmirëson lëvizjen e zorëve. Lëngu i limonit mund të trestet në ujë dhe të pihet rregullisht. Mjafton të shtrydhni gjysmë limoni në një gotë me ujë të vakët dhe ta pini atë çdo mëngjes dhe në mbrëmje. Gjithashtu do të përmirësoni edhe dietën tuaj me përdorimin e tij. Lëngu i kumullave. Lëngu i kumullave është i pasur në mënyrë efikase kundër shqetësimeve të konstipacionit. Përveç lëngut, ekspertët rekomandojnë edhe konsumin e 100 gram kumullave çdo ditë. Janë një mundësi e shkëlqyer për imunitetin, për rritjen e përfitimeve të tretjes. Lëngu i kumullave dhe konsumi i tyre vazhdimisht do të ofrojë laksativet e duhur për shqetësimet tuaja të konstipacionit, duke sjellë rezultate më të mira për përmirësimin e jashtëqitjes. Përveç fibrës, kumullat ofrojnë edhe magnez dhe kalium, të cilat përmirësojnë lëvizjen e shëndetshme të zorëve. Për përgatitjen e lëngut, ju duhen 300 gram kumulla në 2 litra ujë. Ju mund t'i zjeni ato për disa minuta dhe më pas mund t'i përzjeni me mikser për të marrë një lëng të trashë, të shijshëm dhe plot me vlera. Lëngun mund ta ruani në frigorifer për disa ditë. Kështu vlerat që do të merrni në tretjen tuaj do të jenë të larmishme. Kapslëku është një shenjë dhe jo një sëmundje. Pothuajse çdo njeri mund të ketë konstipacion në jetën e tij, duket edhe një dietë e varfër ushqimore që ka ndikimin kryesor. Në shumë raste konstipacioni është i përkohshëm dhe jo serioz. Njohja me shkaqet, parandalimit dhe trajtimi mund të ndihmojë shumë njerëz në lehtësimin e këtij problemi. Kapslëku është përcaktuar si situata kur zora juaj ka më pak se 3 jashtëqitje në javë. Në konstipacion, materiet fekale janë të forta, të thata, të vogla në madhësi në të cilat dalin me vështirësi. Shumë njerëz që kanë kapslëk kanë dhimbje të gjata në jashtëqitje dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesinë e një zore të mbushur. Çelësi për të mos pasur këtë problem është të fusni mjaftueshëm fibra dhe ujë në dietën tuaj. Këto janë disa nga ushqimet më të mira sipas Health.com që ju ndihmojnë në lehtësimin tuaj kundër shqetësimeve të kapslëkut. Uji. Uji është laksativi më i mirë që ekziston. Ka disa efekte anësore nëse nuk pini ujë mjaftueshëm. Pirja e tij që në mëngjes herët me stomakun bosh i ndihmon zorët të bëjnë më mirë punën e tyre në lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Kosi. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg nga produktet e qumshtit kur jeni kaps. Megjithatë, kosi mund të bëjë një përjashtim nga ky rregull për shkak të përqendrimit të lartë të bakterieve të shëndetshme, domethënë të probiotikëve. Brokoli. Uluntimet tregojnë se mos ngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve mund t'ju bëjë të ndiheni më probleme të kapslëkut. Kur kapslëku është luftuar, brokoli është një zgjidhje e shëndetshme, me mbi 5 gram fibër për një filxhan. Fasulet e zeza. Fasulet e zeza janë nga burimet më të bollshme të fibrave të tretshme që përmbajnë mbi 15 gram në vetëm një filxhan. Këto barishte janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i proteinës dhe nëse jeni kaps, këto fasule të shijshme duhet të jenë pjesë të pjatave tuaja. Kumullat. Ato përmbajnë një substancë të njohur si një laksativ natyror që ndihmon në kontraktimin e muskujve. Kumullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një përbërës që mund të shërbejë gjithashtu si laksativ. Kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm nëse hahet në mëngjes dhe vë në lëvizje zorën dembele. Lule shtrydhet ose drezat. Faret e vogla të tyre janë ato që japin përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk jeni adhurues të lule shtrydheve, një banane e pjekur do ju jap afërsisht të njëjtën sasi të fibrave. Bajamet.
Siç mund ta dini, bajamet janë plot me yndyrra të shëndetshme dhe ushqyes të ndryshëm. Ato janë në një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme, dy grupe përmbajnë rreth 3.5 gram. Aloe vera. Aloe vera bën shumë mirë në funksionet fiziologjike, ndër të cilat edhe në sistemin tretës dhe veçanërisht ato të zorëve. Farat e lirit. Liri është një burim tepër i zhdërvjellët i farave. Farat e lirit mund të shtohen në pothuajse çdo ushqim ose edhe t'i pini. Një lugë me fara liri përmban gati 3 gram me fibër të tretshme. Drithrat me fibra të larta. Mëngjesi është një mundësi shumë e mirë për të stimuluar kapsllëkun. Shmangni ushqimet e mbushur me sheqer dhe shtoni drithrat që kanë në përmbajtje të paktën 5 gram me fibër për racion. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe bollgurin. Në mëngjes bollguri është një zgjidhje e shkëlqyer për një gamë të gjerë të përfitimeve të mira shëndetësore. Përveç ndihmës për të pasur një zemër të shëndetshme, bollguri ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit, në lehtësimin e tretjes. Një filxhan kafe me bollgur përmban 3 gram fibër të tretshme që mundësojnë gjithashtu një lehtësim më të madh kundër problemeve tuaja të konstipacionit. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe bukën integrale. Buka integrale është e ulët në yndyrë të lartë dhe fibra dietike dhe karbohidrate komplekse. Gjithashtu, atributet ushqyese mund të ndihmojnë në lehtësimin tuaj të problemeve dhe shqetësimeve të kapsllëkut. Feta mesatare përmban mesatarisht 2 fishin e sasive të fibrave dhe ushqyesve krahasuar me produkte të tjera shëndetësore. Nëse po vuani nga kapsllëku, dëshironi të dini se si mund të lehtësoni simptomat, atëherë duhet të ndiqni një dietë të balancuar për të lehtësuar këto shqetësime dhe për të sjellë përfitimet më të mira të shëndetit. Kapsllëku zakonisht ndodh sepse shumë ujë absorbohet nga zora e trashë. Shkaqet e kapsllëkut përfshin plakjen, disa ilaçe dhe një mënyrë jetese të ulët. Disa ushtrime të tilla dhe stili jetesës, domethënë një dietë më e mirë dhe shumë stërvitje zakonisht rezulton më pak episode të kapsllëkut. Përdorimi i laksative duhet të referohet si një mjet i fundit. Duhet të pasuroni dietën tuaj me produkte sa më të pasura ushqyese për të evituar më pas edhe problemet tuaja të kapsllëkut. Disa njerëz mund të bëhen kaps nga konsumi i qumshtit ose produkteve të tij. Ndaj nëse doni të lehtësoni këto shqetësime, duhet të tregoheni më të kujdesshëm. Gratë shtatzana edhe të vegjëlit kanë më shumë mundësi që të vuajnë nga kapsllëku, kjo edhe falë problemeve që mund të shkaktohen. Është e rëndësishme që nëse vuani nga kapsllëku, dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë bishtajore. Bishtajoret si fasule, thjerza dhe qiqra kanë një përfitim shëndetësor. Është mirë që të përfshihen çdo ditë në dietën tuaj duke se janë të pasur me fibër, proteina, vitamina dhe minerale. Vetëm një kup me fasule mund të shtojë 6 deri në 15 gram fibra, tek sallata, supa ose tava që keni përgatitur në varësi të fasuleve që përdorni. Gjithashtu, bollguri është i pasur me fibër të tretshme që ndihmon në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorës dhe jashtëqitjes së menjëhershme. Spinaqi. Një kup me spinaq siguron 4 gram fibër që përmban magnez, një mineral që mund të ndihmojë me jashtëqitje. Magnezi gjendet shpesh si laksativ, megjithatë është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme, dhe këto të dytat janë më të sigurta për njerëzit. Fruta dhe thata. Përfshini çdo ditë në dietën tuaj një grusht me fistik, arra, bajame ose kikirik. Janë një burim i mirë i proteinës dhe yndyrnave të shëndetshme, megjithatë nuk mungojnë as fibrat. Një kup e vetme me bajame do ju sigurojë 9 gram me fibër. Farat e lirit. Farat e lirit janë një mënyrë për të shtuar më shumë fibër në dietën tuaj. 2 lugë edhe me fara liri shtojnë 4 gram fibër. Manaferat. Manaferat, borunica dhe luleshtrydhet janë gjithmonë në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve dhe lëndëve të tjera ushqyese. Gjysmëkupe me borunicë ose luleshtrydhe përmban 4 gram fibër, e cila është shumë e rëndësishme për tretjen tuaj dhe në lehtësimin e problemeve të kapsllëkut. Ndaj konsumoni sa më shumë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative që mund të kenë në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.